Po, jemi rikthyer në studio dhe kuptohet që jemi live, sepse të ftuarit tanë ka filluar dhe ndeshja sapo ka filluar. Do diskutojmë sot për varfërim, për një deklarat që ka tronditur shpirtrat e njerëzve. Qa ka ndodhur? Po çpatët, more ju që tronditur. Po ai çpati, po ju çpatët. Gjithë çpatën, super panel si gjithmonë. Albano Zhapaj, mik i ri, dashur i studios Bardazia, ai e di tani si bë debati këtu. Mirë se mbërriten Bardazia. Të pëlqeu më duket. Pa. Sotira Jankulla, një mik e vjetër e emisionit Bardaziri, kthehet fuqishëm, ajo i njeh botën e elmeve dhe gjërave që të shërojnë, por ajo di dhe shumë gjëra të tjera që do t'i dëgjoni tani në studio. Faleminderit për ftesën. Mirë se erdhe. Kishte marrë malli për të dy. Po. Edhe ne kishte marrë malli shumë për ty. Këto fjali duam. Nelsi Labi. Nuk e di çfarë lidhje ka me labrin, por është jashtëzakonshëm si një lab i mirë, jashtëzakonshëm është që është ai. Historian, profesor, arkeolog, gjithë dog është i papar. Unë çmoj, por do ta çmoj dhe Teuta Doçi, e madhe pas një mungese të gjatë. Ajo rikthehet fuqishme në Bardazi, me bukur se kur, me ëmbël se kur, me fuqishme se kur. Ajo debatin Bardazi e ka në zëmbër. Por t'ju kthyer turin t'juve që mendoni se kush është i varfër, meriton të jetë i varfër. Dhe kjo studio është për të lëshuar disa mesazhe të forta sot, sepse jo të gjithë që janë të varfër e meritojnë të jenë të varfër. Apo jo Teut? Këto me sa po kuptoj, kjo që ka një fjali që është nga një njeri shumë i varfër. Jo, kjo është nga një njeri shumë i varfër ku, në xhep apo në varfëria është relative, tani po flasim për varfëri mendore dhe shpirtërore, psikologjike, monetaria është e fundit. Jo, ai ka folur për mos na e bëj spirituale diskutimin tani. Mos na se nuk je pastor njerë. Po jo, materializmi tash, dëgjoj, të katandisemi ta diskutojmë deri në materializëm, do të thonë gjithë shpirtin dhe pasurinë e jetës njerëzore, kjo është të merresh. Po jemi shumë dakord. Të merresh me njerëz. Por pyetja ime është shumë e thjeshtë, Sodir. Gjithkush mendon se e meriton varfërinë? Jo. Do me thëmë, po t'i futet kësaj teme, ka i shumë për të analizuar, dhe unë mendoj që personalisht, mesazhi që ka dash të japi Ermali në këtë rast, autori në këtë rast, po sepse prej këtij filloi e ka thënë një deklaratë Ermal Mamaqi që kush është 20 vjeç dhe i varfër, meriton të jetë i tillë, e kupton? Po, unë mendoj që ai flasin sikur të jenë zotin tokë, e kupton? Po ai parimisht mendoj që ka të drejtë, por sepse ai ka rolin, do ta vazhdoj, domethënë që të më kuptosh, parimisht, sepse ai nuk mendoj që e ka drejt për drejt me varfërinë apo i bëhet shefi që njerëzit janë të varfër. Mendoj që ai është frymëzues. Ai ka rolin e një frymëzuesi dhe unë mendoj që ai është shef ndryshe. Ka rolin apo e ka marrë rolin? Në këtë rast ai është vetë shpallur frymëzues, kështu që ai ka bërë trajnime, mendoj që është trajnuar ndoshta edhe në Amerikë, dhe në Amerikë njerëzit është komplet botë tjetër. E vi nivel tjetër, jo, nuk ka lidhje. Domethënë nga trajnimet që ai ka bërë nga jashtë, në Amerikë njerëzit janë ndryshe, mendojnë gjëra ndryshe. Në Amerikë njerëzit janë një lloj, me të njëjtën staturë dhe normalisht në Amerikë dhe në botën anglosaksone, për sa i përket eksperiencës. Nuk t'i ofron Shqipëria tani, mos të bëjmë krahasime. Tu ka të drejtë, Sotira, po varet sa mund të nxjerrë dhe individu. Jo, të mos dalim nga tema, a e meriton apo jo të jenë, për mua asnjë nuk e meriton të jetë i varfër. Pavarësisht pasaj pjesës tjetër. Ajo që ka thënë, ai do të jetë thjesht frymëzues, do që të tregojë që njerëzit duhet të luftojnë. Kjo është mënyra për të frymëzuar. Ashtu e ka i mënyrën e vet. Jemi dakord. Dëgjoj, unë mendoj që ne nuk do merremi me emrin e përveçëm. Nuk po bëjmë fare. Që doli në këtë rast. Nëse shmangim dhe këtë foton regjia, lutem se nuk dua fare. Ne do merrem me fenomenin. Mënyra se si ai e tha, unë nuk e dija këtë gjë, se s'kam ndërmend të gjëmoj të thënit në rrjetet sociale. Edhe nuk është se është në preferencë atë mirë. Le ta gjëmojnë, bëjnë çfarë duan, tu çfarë nuk gjëmojnë, e kupton, mua nuk më bën. Kështu. Mos është edhe stisje për të marrë më shumë klikime. Dëgjoj, edhe ajo mund të jetë, por ne po flasim për fenomenin i nderuar profesor, për fenomenin, pra a qëndron kjo problematik që njerëzit që në 40 vjeç janë të varfër e meritojnë, dhe bëri ca krahasime. Bile kaq do bërë, jo po qeveria që ca gjëra që s'ka lidhje fare. Populli meriton qeverinë që ka, ne meritojmë misin që kemi, dhe këta 40 vjeçarët meritojnë gjendjen ku janë pa i analizuar dhe pa i bërë shiko. Kur nxjerr të tilla postulate, duhet kesh parasysh që do kesh analizuar mirë, domethënë gjithë situata. Po se edhe po e ka thënë Ermali e tha më. Jo, po ne s'po merrem. Po jo, se do merremi ne kush e tha, po problemi është. Shiko, po nuk vetëm ai, unë kam dëgjuar shpesh këtë fjali.
Po shashu e pa e tje meriton. Mund ta kem thënë. Kjo është një nihilizëm i pastër që e përdori njerëzit që kanë një botë të vogël. Shiko, kur ti shikon që ti sakrifikon ke bërë ato kapërdzimet se si që kemë filluar në punën, dhe shikon një tjetër që ri dhe thot, ua, po ky, edhe ti e thua. Më fal një herë të lidhemi në kontekst. Po një nën 40 vjeçari që ka sakrifikuar të rjetën duke lindur fëmijë që nga 20 vjeç dhe ka bërë 6 sot dhe i ka bërë me sukses. Dhe ka mbetur për vete e varfër. Ajo, bravo i qoftë, e meriton të jetë e varfër, sepse ka bërë një krim ndaj njerëzimit dhe ka lindur dhe ka rritur. E qa janë këto budallëqe që le për koktime se si avlen të diskutojmë pa. Jo, ti s'duhet t'i është dakord. Jo, prit, ki frikur ka kur është dakord ai. Dhe që të mos e ripërsëris, dhe që ta mbyllim diskursin e personit, unë do të tregoj një histori të vogël. Le histori të vogël. Është e fort kjo. Tani, Francisco Goya, piktori math, e thirri mbreti dhe i tha do më bësh portretin, i tha dhe dua tha si kur ti jemi gjallë dhe dua tha. E bëri, pjesën e parë, dhe për të kujdesur që detajet të dukej tamam si ajo që ne sot i themi 3D, filloni thret me radhë. Të parin thiri këpucarin, i tha, këpucari tha më shpjego pak, i tha këpucët si i kam këtu, tha si i kam breti, se ti ja bënit. E filloj këpucari, i tha këtu, tha duhet pak më... Këtu e keme cep, tha duhet pak më... Morali fabulës tani se... Edhe 20 sekonda. Filloj, ja shpjegoj të gjitha e bëni dhe duke i këpuca si kur e prekje me dorë, duke 3D-ja që i themin e sot. Pastaj kur mbaroj këpucari, i tha, shikoj, tha, atë kapelen, tha, si ja ke për mirë se nuk e ka ashtu mbreti, tha, e mba pak më drejt. Edhe Francisco Goya i tha, këpuca rritë këpuca. Shtu dhe. Do më thënë, a i duhet rrike DJ Ligu. Tani... Po. Tani ka njerëz se tani mos ta mendojmë edhe kështu. Po është pak më gjerë. Gjëja ajo direkte se jam shumë dakord unë që kur njerëzit mund të kenë halle, mund të kesh një hall familjar, mund të kesh dy prindër të smur dhe ti do duhesh po marr kot shembuj siç more më përpara. Por janë disa njerëz që realisht e meritojnë të jenë të varfër. Ke njerëz që e meritojnë. Janë jetë njerëzore që ndodhin faktikisht. Po patjetër, po ke njerëz që realisht, domethënë po ti futemi analizë, ke njerëz që shikojnë vetëm që sa zgjohen në mëngjes, shikojnë vetëm zi, që përtojnë të zgjohen nga gjumi, po marr shembull kot, që nuk duan të punojnë, që gjithmonë nuk gjejnë kurrë zgjidhje, po gjejnë gjithmonë probleme. Çfarë do lloj gjëje i nxjerrin një problem, nuk e bëjnë sepse për ata nuk bëhet, nuk mundohen, po patjetër që di raste, patjetër, unë thash ka Kemi atë historinë e Fuad Boçit, Fukaraj dhe Dhia. Mos na tregu prapë historitë tani ta mbaroj unë. Jo, duhet ta. Unë historive këtu tani. Di raste konkrete. E bën një lule pranverën. Unë me njerëz jetoj, në shoqëri njerëzore jetoj, me njerëz punoj. Grup njerëzish. Kështu që ka dhe një grup njerëzish që realisht e meritojnë. As ata nuk e meritojnë të jetojnë të varfër. Ata meritojnë të edukohen, që të mësohet se çfarë është prosperiteti. Për mendimin tim ai atë ka dash të bëj, por shprehu në një mënyrë që njerëzit e kanë. Jam unë dëgjoj atë që flet tjetër, unë jam para. Një gjë dhe shpreh gabim tani të lutem. Në syrin tim, në optikën time unë mendoj që ai ka dashur atë të transmetoj. Nuk mendoj që ka njerëz. Njeriu kape si nga ana fetare, si nga ana filozofike, si nga ana psikologjike, ka inklinacionin ose tendencën që i themi ne në shqip, që ta përmirësoj vetveten. Nuk ka njeri në botë që dhe më ignoranti, ose më i padlexuari, më i padituri, nuk ka njeri në botë që të mos doj të përmirësohet. E bën dhe në mënyrë jo vullnetare, jo të ndërgjeshme. Por tendenca për të përmirësuar vetveten ekziston. Tani, sa janë mundësit që ai mund ta realizojë këtë gjë, ajo është pastaj ka njerëz që kanë kapacitetin. Ti mundohu sa të duash, ti mund të kesh afër shoqëri. Po mi aty nga familjar. Po ai kapaciteti familjar, aq ka kapacitet. Kapaciteti është relativ. Po patjetër që është relativ. Si thot populli i Vlorës, thot shu, un boss, ti boss. Po lopën kushtë po bën gjithë të pasur. Kapaciteti është relativ, më vllanë. Gjithë do duan të rinë të pi kafe, po kafe kush do e sjelli? Po s'kan të gjithë mentalitet. Çështja e mirëqenies të kthehemi te pjesa ekonomike. Nëse ti do njerëz të suksesshëm siç je vet, harroje se nuk ekziston, është relative. Do ta lëm atë pjesën filozofike e kthehemi atë realiste ekonomike. Çështja e mirëqenies është si punë e barit në te gjuri gomarit. Ka bar dhe në gjuth amiza, po te gjuri mizës. Kështu dhe puna e varfërisë ekonomike. Se cili ka standardin e vet për ta futur për ta quajtur se sa. Kush i la këta njerëz të varfër atëre? Atëherë këtu do të. Ja, po ta kthem ndryshon. Atëherë këtu do të varfër në krahasim me çfarë? Të varfër e meritojnë. Të varfër në krahasim me çfarë?
të varfër krahasim për shembull. Në krahasim me Italinë, krahasim me Greqinë, krahasohet me Italinë dhe me Greqinë. Këtu bëhet problemi politik. Edhe me Kosovën më. Atëherë këtu rikthehet problemi politik. Krahasosh me Bill Gatesin për shembull. Jo, të varfër. Si e varfër ti ta krahasosh me vendet e rajonit. Sa është ulur minimumi etik? Jo, ne s'kemi minimumi etik, se po ta kishim do bëni ne s'kemi ligjërisht kur ta vendosësh minimumi etik. Kur ta vendosësh do gjykon. Ekziston, nuk vendoset me ligj, është. Ore, ka dhe parim juridik se do referohesh i të veprosh, megjithatë kjo është një koncepti. Tani ta që bëjnë pallavra shqiptarët e meritojnë, se pallavra janë këto. Të jenë të varfër. Pse nuk e thon këta që i bëjnë fresk këtyre tjerëve? Kush i la shqiptarët e varfër? Sepse kush i la shqiptarët e varfër tani? Ja sepse në kohën e burrave të fortë, burra të fortë, prodhojnë kohë të qeta. Kohë të qeta prodhojnë këta tipa pelivan. Këta tipa pelivan na japin e kohë të vështira për të riprodhuar burra të fortë që të sjellin kohë të qeta. Tani ne jemi në këtë lloj eklipsi dhe kemi mbetur sepse duhet të luftonte Çerçistopulli me shumë patriotë të tjerë. Le të tregojmë pak lokalisht sot. Ti Melsi, që sot të gëzonin gejt dhe edhe lesbikët të drejtat e tyre. Po mos na gatro. Pra, i kthemi një pjesë. Duhet një përpjekje e madhe. Duhet një përpjekje e madhe. Sa gjithë bota. Po, Melsi, ti je i pasur apo i varfër ti? Jo, Melsi. Si e cilëson vetë? Nuk më le ta mbaroja. Kur e fillova unë bisedën dhe tregova që ndoshta Ermali ka bërë prapë Ermali. E lash Ermalin, po flisja për fillova. Kur e fillova unë bisedën, po se kemi fare me Jo, po kur e fillova unë bisedën me Amerikën që më ndërpryet, këtë gjë doja të thosha. Që ai vjen nga domethënë ka parë diçka tjetër, domethënë nuk krahasohet mundësitë që ka një vend si Amerika apo Gjithandevim se s'kemi pa. Po mirë mos është po amerikanët kush ja dhanë si do e dashur. Kush ja dhanë i lirë, nuk krahasohet me ashtu vin dhe italianët këtu dhe han byrek dhe thonë lumë shqiptarët që han byrek është nëse nuk është relative ajo. Tani të them atëre mund të rritet diçka konkrete si e perceptoj unë dhe si e reagimin e njerëzve duhet. Se reagon ashtu duke sharë. Po, njerëzit pëse reagojnë, po sigurisht, do me thënë kjo është mënyra e reagimit tonë normal. Edhe ne kur të mbarojmë këtë, kur të dali kjo në rrjetë social, do në shajnë. Njerëzit kanë reaguar për këpucarin. Nuk ka rëndë, unë di të them vetëm ka. Do flasë si për marse. Do flasë si për marse, dhe do flasë për periudën, edhe kur unë isha 20 vjeç, me gjithë unë e kam filluar vrapin shumë më shpejt. Më kupton? Dhe ne kishim atë mundësin, dëgjo, njeriu duhet të guxonte, duhet sakrifikonte, por në atë kohë, pra para 30 vjetësh, në atë kohë, në atë moment, me ato mundësi, sot ti mund të bësh të njëjtin vrap, të njëjtin sakrificë, por nuk arrin dot, se ka ndryshuar koha, pra nuk flitet për etapa të njëjta dhe për sjellje të njëjta të një personi që do të eci përpara në kohë të ndryshme. Ishim 30 vjet përpara, 20 jemi sot. Pra sot që të gjëndesh në momentin e duhur është çështje fati, është dhe çështje fati. Është çështje fati, apo janë bllokuar gjitha mundësitë? Jo, janë bllokuar. Një gjë tjetër, po të them, shiko, leku sot kujtohet se bëhet vetëm, domethënë, me këtë mbas këtyre pajisjeve elektronike, pra duam patjetër një punë të tillë, duam patjetër me diçka që lidhet me modën, me televizionin, me median, ju e shikoni se synojnë gjithë dhe duan, dhe harrojnë, shiko, Tiranën sepse diçka do dalë aty. Tirana dhe provincën e Tiranës, nga Tirana deri në Durrës, ka qenë me tokat të gjithë me zot tokë. E kanë lënë tokën më zemër, e kanë lënë tokat zemër. I shitën tokat, i bën lekët tym. Po, ikën emigracion. Ikën emigracion, erdhën dhe në Tiranë. Po, pastrojnë banjo të ndel emigracion. Po, dhe për qarë, të tokën, po ta këshim, do me thënë, punuar, avash avash, 30 vjetë, pa turp, sot, aksionerët më të mëdhenj të bankave në botë para 200 vjetësh kanë qenë fermerët, blektorët, këta kanë qenë Erion Kristo. Debati gjatë unë do pyesja këtu do thoshja cilat toka njerë. Se cilat toka. Që rëndësi ka tani e kishin. Është probleme. Gjithë kashari i bëri tym tokat. S'ke një... Tani pse po punohesh? Ke toka gjithë se qenë, po problemi është ku do i shesësh. Tani. Si ku do i shesësh? Ja blen, mor, ja blen, i kanë blerë. Po janë bërë qendrat. Tani sot tira. Të gjesh një rinia sot, do të pasurohet në çast. Po patjetër. Pra, problemi im janë, më fal, do ta them troç tani. Janë pa buksa
I gjenë ato lekët me i mbledhin si i mbledhin dhe blende çanta nga 500 euro, 1000 euro. Po mirë më kur je pa buksa të çantën do e hash tani, çfarë do i bësh asaj çantës? Shiko, nuk është vetëm aty, po njerëzit duhet të zgjidhen dhe është një format në një model i keq. Se me ato 500 euro ti mund t'i çosh në investim, ja ku e ke supermarketën, të bën një plan biznesi, fillon një start-up të vogël dhe fillon fiton avash, me atë çantën do ta hash, do ta pish, do ta shtrydh dhe çfarë do t'i bësh asaj? Është çështje këndvështrimi, ke ca njerëz që jo, është këndvështrimi brezit kërkojnë nga jeta. Tani po t'i futemi këtyre ka ndikon shumë jeta ndikon shumë jeta sociale, Instagrami, shoqëria, gjithë njerëzit mendojnë që tani që të ndihen të pranuar në shoqëri duhet patjetër të kenë një çantë apo një logo që ata të ndihen të pranuar, që këtu fillon problemi. Nuk e kuptojnë që sot që të pranohemi në shoqëri duhet të kemi vlera, duhet të jemi të edukuar, duhet të jemi empatik, duhet i duam njerëzit me të cilët qëndrojmë. Qua një njëri të pasur, ti, më falë. Nëse je shumë je vajza ime me mosh. Shikon, quaje, një të pasur ti. Pasuria është relative për të gjithë. Këtë do quaj, e lëm shpirtëroren, e lëm... Po jo, mos talon fare. Ore, këtë do quajmë, ore do të andajmë, këtë do quajmë të pasur. Ore, do quajmë të pasur Jezu Krishtin, apo do quajmë Pons Pilatin. Ti mund të kesh miliona, apo flet me vete kur ngrihesh në mëngjes, pra edhe shpirtërorja ka të vetë. Ore, kam kuriozitet brezi sotëm, këtyre të rinjve. Këtë quajnë të pasur? Unë të pasur quaj një njeri të cili e di se çfarë do, punon për atë që do, është një njeri që është me disiplinë, që mundohet të luftoj për ditë dhe të jari. Tani, a më pyete mua, apo jo, për televizor, për t'isë një fare mua, më zotri. Unë e them për vetën time. I pasur në zhargonin tonë, i themi ati që ka miliona dhe maroj. Por tani, unë po flasë për vetën time, çfarë është për mua një i pasur. Unë për vetën time, me këtë që kam unë për vetën time, ndihem e pasur, dhe po flasë për vetën, nuk flasë fare për televizionin, unë nuk e kam fare problem, nuk është ardhmja ime në televizion, kështu që unë këtu them mendimin tim. Juve, në brezi, në bisedat tuaja. Në televizion, se për brendimin tim. Pa tjetër. është çështje fokusi edhe kjo. Mjafton të fokusohesh. Tani, Albano e tha troç, i pasur është ai që ka një Lambo. Kush ka Lambo, kush ka Ferrari, ai që ka një Lambo për atë... Ai është i pasur për sytet të tjerëve. Ai që ka një Lambo, ai që ka një Lambo i duhet i pasur një që ka 5 Se unë jam dakord. Vazhdojmë pastaj. Do njësha këtu tha një që shumë bukur që parë. Pasuria lidhet me objektivat që ti ke vën vetës. Pra, në qofse ti je aty të objektivat që ti ke vën vetës, ti e pasur... Unë di e me pasur kur ne dua këtë gjën dhe unë e kam arritur, sepse unë aty e shoh pasurin. Mirë, po disa unë jam dakord në gjësh, po tani vërtet në realitet? Tani, këto mashtrimet që bëjnë këta si për Marsit. Absolutisht. Brezi si është kështu? Absolutisht jo. Edhe çik më keq. Absolutisht jo. Shiko, brezi është më i pastër dhe më i kthjellët nga sa mendojmë ne. Si të duken këto mashtrimet që bëjnë këta të pasurit, ta miliarderët, ta tregoj unë se kush do të jetë, se si mund të bëhesh miliarder, kush është rruga e suksesit. Një njeri për mua o e ka ose ka. Vetëm mos më pyetur miliardin e parë. Thot mos më pyetur miliardin e parë, pastaj të trajnoj unë. Si të duken këto ty? Dëgjoj, si që më duken marrëzira mua këto? Dëgjoj, të japësh eksperiencë nuk është gjë e keqe, po. Sepse mua me të vërtet më duket i pasur një njeri kur atë çfarë ka mësuar, ja ka mësuar jeta, dhe kur është ky njeriu që me të vërtet më ka treguar si ka punuar. Kur është kaq i pasur, pse i bën me lekat biletët? Se i bën trajnimet me lekaj, se jam. Se ja, pas kemi qenë në mendje. Pse i bën me lekë këto gjëra? Ta themun, Cili pasanik? Se lekët i qonë pa mirësi. Post të dhëmbi nuk mëson. Unë e ripit, e kupton, do të hash në rip. Cili ka qenë ai pasanik vërtet i pasur? Po ati ndoshta nuk i duket vetja i pasur, akoma. Ama, tani, a i tregon rrugën e ti, se si ka arritur deri këtu, në histori njerëzore, cili pasanik vërtet i pasur e ka pohuar me plot gojë që është i pasur? Jo, ka ngopur. Po ne ishim të varfrit, o çdo. Ti është vërtet i pasur. I varfrit thotë jam i pasur. I varfrit blen Lamborghini. I pasur i ecën me karrocë në Salzburg, me kuaj. Shiko, Erion, edhe Ornella. Janë koncepte që ne nuk kuptojmë. E dim ne kuptimin e fjalës i varfër në Shqip? Përveç asaj që ka fjalori? Ja, na i shpjego pak. Se ne e kemi... Po ka dy varfëri, relative dhe absolute. Nga momenti që Erioni më ftoi, fillova vrisja mendjen dhe u përpoqja që ta zgjidhja me këtë teorinë e embryomorfemave të Agrondalipajt, dhe arrita të kuptoj që
varferi, se eja nuk ka qënë ilirishtën e vjetër, eja ka qënë, varferi do me thënë, je i varur të ferri. Wow. Ndërkohë që ja thash edhe Dalipa i ma pranoj këtë, po thash i kotha, unë kam një teori tjetër, tha. Po. është se fëja me... Se këta të pasurit janë të parë nga parajsa? Jo, shiko, fjallet në Shqipjen e vjetër reflektojnë atë kuptimin funksional që kanë. Po pra të pasurit vare nga parajsa? I varfri, varet... Duhet parë. Po ta bësh emisionin do ta gjim. Po jo, mirë, flasim dhe për të pasurit, se flasim vetëm për të varfrit. Dhe Dalipa më tha një gjë interesante, tha, është ai që është i varur në fjet perit, varf peri. Se është i fshem. Më thënë ndryshon fëja me pën. Shumë e bukur dhe kjo. Pra, me zgjidhën problemin. Po, ti e do të thënë ish perin, mbaron punë. Put perin dhe shpëton nga varfëria. Duhet të jesh shumë i kujdesshëm. Dajo. Pastaj shiko se i varfri është varet në fjet perit, po nuk është fukaraj fare, se fukaraj pastaj është kukara, ku s'ka më fare. I dashu profesor këtë drejt, por unë do t'i ndaja në dy ta quajmë kategori. Në atë që është vërtet varfëria absolute dhe relative. Varfëria absolute, që ka të bëjmë me mungesën e gjithë pjesëve bazike. Je për këto sloganët mendo dhe bëhu i pasur? Se ti mund të mendohesh sa duesh edhe nuk pasurohet? Mendo vepro dhe pasaj bëhu pasur. Varfëria absolute ka të bëjmë me mungesën e pjesëve bazike, ujin, edukimin, arsimimin, ushimin, strehimin dhe kështu me radhë. Pra, kjo është pjesa bazike. Pastaj, varfëria relative ka të bëjmë fillove me filozofi tani ti. Me krahasimin. Tani dëgjoj. A është të mundje lej këto filozofi se s'është emisioni? Po më duhet ta ndaj po lëri fare, nuk të lë fare. Po varfëria nuk është së mundje këtë më thuaj mua. Po jo, mos e nuk është grip që ngjitet. Nuk është grip, jo, një pasur me një të varfër, po dërim bashkë nuk i ngjitin njëri tjetrit varfërinë dhe pasurinë. Kushta? Nësë tira. I varfri për shumë mund t'i si dora të ki pasuri. Unë mendoj dora të pasurit e ki varfri. Unë mendoj më shumë të punën e energjisë më shumë. Këto njerëzit që ankohen, për shumë të ndikohen. Këto njerëzit për shumë që ankohen, gjithë kohës, jemi keq, kemi probleme, që ankohen nga mëngjesin darkë, unë e kam gjithse, për shumë. Ta më ndikojnë. A ishë më mirë se është... Po flasin për këto... Shiko sa biznesmen jo unë që thonë jemi keq, kemi gjiro, kemi unë kështu dhe shtohë. Shumë e vërtet, po. Dikur ka pasnjor bie teoria. Dikur ka pasnjor një dy lypsa në Durrës. Cila teori me këtë? Dy lypsa të vegjël në Durrës që ankoheshin. Mua më dikon. Mirë, po është subjektive. Jo, nuk them që janë me të vërtet këta që ankohen. Mua personalisht më dikon, për mua është një gjithse deri diku. Po mirë, dikur kam pasnjor një dy lypsa në Durrës. Puna është shumë dhe kam edhe unë pjesë të shoqërisë time që ankohen kot. Thjesht po fitonin nga 100 deri në 200.000 lekë në ditë. Po. Ishte varfëri për ta. Po. Tash hajde ta diskutojmë. Tani unë po them një gjë shumë të bukur dhe dua përgjigje. Po. Ata nuk di ku ka lekët, ne s'dim a kemi. Lumsi ne apo lumsi ata? Fol. Po, jo dhe ata s'ka se i lumsi ata dhe lumsi ne dhe kështu ja vazhdojmë, ja fillojmë këngës të dyja palët bashkë. Lumsi ju, lumsi ne, lumsi kjo Shqipëriere. A kemi të pasur kështu pasanik në vendin tonë? Në mendje apo në material? Jo, pasanik, ato pasanikët e vërtet. Kështu në shpirt edhe në materje. A kemi pasanik me trashëgimi, thuaj? Ne kemi kapitalist, zëngjini borgjez. Ndërpren komunizëm ajo, po. Po, kështu fisnik edhe pasanik. Që t'jesh fisnik, duhet t'jesh borgjez. Jo kapitalist. Kapitalist është ai që... Kemi borgjeza nëse bukur e gjithë. Në qofse do shikoni njëri që do ndërton të spitale dhe shkolla me lekët e veta, do thoja që po. Të paktën as televiziones na i kanë... Në qoftë se do të shikoja dhe do të dëgjoja njerëz që po dua gjithë të futem në vetë. Që do ndërtonin vepra publike si perandorët e Romës një herë një kohë, spitale, teatro, kinema, shkolla, me lekët e veta, jo me lekët tona, atëherë po do thoja që kemi të tilla. Greqia ka bërë shumë të tilla. Na kërkoj pasanikë Shqipëria apo Greqi? Jo. Se ka Skocia pastaj plot. Po japim shembull, edhe Italia ka bërë shumë të tilla. S'kemi të tilla. Unë jam anglosaksone. Do të kemi pasanik kurnaca. Jo, apo pasanik që mendojnë vetëm për vete. Kemi të tipit Louis de Funès në film. Kush e njeh si aktor, okej. Pse kemi këtë nivel sipërmarrje ne? Ç'është edukimi. Mirë në varfëri, po në dëgjoj, është një po në pasuri. Se flasim në pasuri. Me të vërtet, neve kemi patjetër që kemi njerëz të pasur, që pa shumë. Po. Por unë nuk e di se për çfarë i njoh këta. Në gjithë botën thonë, ky është përfaqësuesi i Pirelit. Ky është i Fiatit.
ky është i siderurgjisë, ky është i gomave. Ore në Shqipëri, ky është i tenderave. Po. Ne kemi specia amorfe. Për ndërtimet, do të një gjë që kanë shpikur, që kanë bërë, unë nuk di. Po kemi specia amorfe. Kanë shpikur atë, vetëm Viagrën. Po edhe së shtuaj, a i ka bërë shumë mirë që e ka bërë atë, ka bërë nder burra. I ka dhuruar e, dhe a i verdi për t'i dhuruar, edhe për t'i shidur këtu, se e pa që kishte të pune. A i kupton pra, kjo është gjithë, Jam krejtë... Edhe kjo është pasuri. Ne ngatrojmë konceptin e të kamurit me të pasurit. I pasuri është stres sociale. Nuk është fjallë është stres sociale. Deri tani na erdhët na thatë... Po t'i hy me gjimë dhe atë. Nuk është i kamur. I kamur. Por duhet që... Mirë, si sillemi ne me të varfërin, sillemi me përçmim, i japim lëmosh, Despot, në maksimum. Po lërë më të marroj pyetjen, Po sepse ja si sillemi despot, nëse vazhdo më, kështu është. Edhe ajo lëmosha e dëmton për mendimin tim, se ajo lëmosha nuk e ndihmon, unë e kam urrëtie të jap lëmosh këtyre. Sadaka është tjetër. Po të bësh dhe një krahasim, për shembull nëse bën diçka, domethënë një varfër dhe një pasur dhe bëjnë të njëjtin gabim, ne gjithmonë atë të varfrin do e mbyssim të shkretin, tek i pasuri nuk përballemi dot, sepse është i pasur. Dhe ne nuk i tërheqim dot vëmendjen e paras. Pra, paraja është pushtet apo jo? Paraja është pushtet. Kjo nuk diskutohet. Dhe kjo ndodh në shoqëri. Është këndvështrim. Okej. Pyetja e Ornelës çfarë ndodh në shoqëri? Përgjithësi po. Do të përgjigjesha me një fjali. Mënyra se si ne trajtojmë një të varfër është mënyra që na përkufizon, që na identifikon. Kjo po. Kjo nuk diskutohet. Po, shumë e bukur, sepse kjo tregon se si jemi vetë vërtet. Të përkufizon. Dhe kështu i bie që ne jemi shumë të varfër. Jo vetëm të varfrin, po dhe me gjithë njerëzit e dobët, domethënë. Nëse do të tregoj një histori, po duhet marrë me nga Erion. Jo, histori nuk duam histori. Po ti histori e bukur, pse mos ta Jo, është shumë e bukur. Na la pak Shumë e bukur. Dhe është për temë. Është vërtet. Është për temë. I tha të gjitha në një fjali. Është trisht kjo. Është trisht kjo në realitet. Paneli 2 po bën shumë zhurmë sepse unë prandaj them me një fjali që marr kohë për të treguar dhe historinë. Se harrojnë që jemi live, ndërkohë që ne jemi live, e kupton? Se nuk bëj kështu në studiot e tjera, po do e shikojnë në ndeshje ata, se çfarë i pret këtu pas pak. Se po të bërtas njerun atyre ta shikojnë ata. Këtu në bardhazi. Kërcënojmë me varfërinë të gjitha ta mbyllin gojën. Jemi në minutat e fundit dhe do doja një mesazh nga ato mesazhet që di t'i japi kjo studio dhe din të japin të ftuarit e kësaj studio që janë gjithmonë ekselent dhe unë do ta nisja me ju, profesor. Po unë e dua atë histori, aman ta tregoj atë mos është histori e bukur. Jo, më lëre ta. Jo, është me varfërinë dhe me të pasurin dhe me të varfrin. Tregoj më ta kemi. Dhe mbas kësaj do jap mesazh. Po. Atëherë një pasur që kishte kaluar nga varfëria i pasur për t'i treguar të birit se ç'është varfëria e çon në një fshat, një familje shumë të varfër. Dhe mbas një 2 ditësh që fjetën atje dhe ëngrën me këta të varfrit, kur u kthyen në shtëpi thotë, keqen babai thotë çfarë është e morë mesazhin se ç'është varfëria. Tha e mora, tha pama thuaj pak tha. Shiko, tha, ne kemi një qënë në shtëpi, tha, ata kishin 6 qënë, tha. Unë los me ca lodra, me ca kukulla, tha, ata ishin ja 10 fëmijë, tha, losnin me njëri tjetrin. Ne kemi mu rreth shtëpisë, tha, ata kishin lëndinën të tyre, tha, të gjithë. Ne kemi pishin, ata kishin gjithë lumi, tha. Faleminderit baba që më mësove se ç'është varfëria, tha. Shumë e bukur. Pra? Pishman. Jepe mesazhin tani. Atëre, të lë profesor me Elsin më përpara. E themi fundit. Ai mesazhi për Astinin nuk përhap shumë. Sa për djetë. Që thashë Astini ka të gjitha, dhe s'ka asgjë, po. Varfëria si koncept njëherë është e dënueshme për çdo. Nuk diskutoj për çdo sistem. Por, nuk është e të ruhemi, jo, nuk i japim dot zgjidhje as këtu. Të ruhemi nga varfëria shpirtërore. Materialistja vjen më mbrapa. Është dytësore. Ishte shumë e bukur kjo. Po, profesor, merre radhën tani se goca do i lënë në fund. Më lënë në fundit. Por rregullat i bëjmë ne këtu. Ke ngatruar emision ti. Dakor, po me këtë ligjin e barazisë gjinore. Okej, Sotira. Shumë e vërtetë. Sotira, mesazhi. Unë akoma po mendoj shprehjen e profesorit se më pëlqeu shumë. Po, dhe mendoj që nëse ka një gjë që bota sot vuan është varfëria shpirtërore. Hapni një herë zemrën si fillim, pastaj luftoni për materien, për pasurinë, për lekët, madje kush i ka ato mundësi të ndihmojë edhe të tjerët, sepse kur lumturon edhe njerëzit e tjerë që ke afër je më i pasur dhe më i lumtur dhe vetë. Dhe për të folur pak për Sotirën që unë e njoh shumë vite përpara, Sotira është një vajzë që dhe një farmaciste e shkëlqyer njerë, që o Zoti i Madh punon shumë fort. Pra nuk i përket atij brezi që do t'i kaloj gjërat lehtë. Do të thotë që ka treg punë, por punon shumë fort dhe e kërkon punën për
më të mirën e vete, sepse unë them gjë më të mirë se puna nuk ka, apo jo të unë? Puna nga ka shëroj. Puna nga shëroj. Mesazhi, shiko, ku po rrotullohemi, ne? Ne po rrotullohemi që të kemi zëmrën më të gjërë, të pranojmë. Sa e pranojmë këtë gjë, unë që në fillim bëj, edhe unë e bëj veten pjesë të fajt, sepse të gjithë jemi fajtor. Nuk jemi kaq të mirë dhe kaq santi, sa që duam dhe po flasim këtu. Se në qoftë se ne të gjithë do bënim nga ndonjë diçka për ditë, një gjë të mirë, një vepër të mirë, sigurisht do ishte ndryshe edhe situata. Ishte sfutur pak. Me thënë të drejtën, po, që kështu, unë rreth të parë kërkoj vetes time, të uta t'jesh më tolerante, t'hapësh kraun, t'jesh më e dashur, më i qetë. Je pa të rrogën e 13 ke punëtorët? Rrogën e 13? Po. Jap shpërblim për vitin. Bravo, t'lumt. Ja, po vjen. Ja, kjo është mënyrë shumë mirë, një mesazh shumë mirë që ne duhet t'ja japim të gjithë dhe duhet t'a bëjnë gjithë biznesmenët. Si për Marsit më saktë. Të paktën, ndërsa rrogat si kam vonuar as edhe një orë, jo një ditë. Bravo. Një jetën time, dërmë sot 28 vjetë. Bravo. Por e shoh që gabimi fillon që nga vetja. Absolut. Nuk mund të dalë dhe të them që dëgjoj, të jap mend të bëj. Kam bërë shumë gabime dhe vazhdoj bëj. Por sensibiliteti që kanë në përgjithësi shqiptarët, nuk duhet jetë vetëm që dalin një emision dhe të grumbullojmë fonde, nuk është ajo. Bravo. Nuk është ajo. Si dore fare do të ato emisione unë. Ha, profesor tani. Mesazhi im është i thjeshtë, vënd që si që thot Erioni, është për mua, për ne dhe për gjithë ata që na dëgjojnë, njerëz, përpara se të gjykoni ose të para gjykoni një të varfër, vishni 1 ose 2 ditë hopingat e ti dhe përshkruani rrugën që a i përshkron dhe bëni gjërat që a i bën për ta kuptuar se e ka apo nuk e ka mundësin për të dal nga ajo situatë. Po ti ke qenë i varfër ndonjëherë? Po, është shumë e bukur. Jam akoma. Tani, duhet falënderuar fantastikët e studios tonë, edhe mirënjohje për ta. Faleminderit për kohën tua, jeni. Se ishte zjarë studios sot, si gjithmonë. Ermali ka të drejtë. Shi filloj këtë. Pse? Sepse ai nuk ka thënë një mendim të tij. Këtë mendim e thon kokat motivuese të botës. Po Ermali nuk e di ç'është plagiatura dhe prandaj ëngri Ermali. Po e kanë thënë kokat më të mëdha të botës. Nëse doni të shani me shtëpinë në një njeri, shani Tim Robbins dhe gjithë tjerët kush kanë thënë ata. Dakor? Ai vetëm ka thënë atë që thanë ata. E dyta, unë mendoj se në jetë ka dhe pasuri të tjera përveç leftave. Familja është pasuri. E di kush është konto ime më e madhe bankare, ajo goca ime, domethënë. Ashtu dhe të pëlqeu. Edhe kaq, edhe nuk kam pasuri. Pra familja është pasuri. Nëna është pasuri. Patjetër. Misht janë pasuri. Shëndeti është pasuri. Pra ka shumë pasuri të tjera që ne si çmojmë si pasuri. Liria është pasuri parësore. Liria. Duhet kesh bërë të mira që të marrësh të mira. Por në qoftë se ti je një influencer, nuk mund të marrësh dhe thënie dhe as të Sokratit, as të Platonit dhe ti citosh, aty ku mund të prishësh punë. Dhe unë i jap dorën kinezëve, janë shumë nuk o jap do dorën gjithë, që bën ligjin, kanë nxjerr ligjin, që në qoftë se nuk je i fushës, nuk lejohet të japësh mendim. Saktë fare, bravo. Po flasim që ne me matse po japin mend. Atëre për ta mbyllur them këtë. Thuaje? Nuk është varfëria sëmundja nga e cila duhet të shërohemi. Në Shqipëri është politika sëmundja nga e cila duhet të shërohemi. Ja, me ata do flasim pas pak tani, këndeshja që do t'i bëjmë një dush të ftohtë atyre. Jo politika. Jo dhe politika e me fillë të fase, pra do të korrigjoj. Jo dhe prostitucioni politik. Që kokat po vjedhin, kanë merak se mësojnë dhe tjerët. Po, normal, vjedhja nga nde fillon. Vjedhja fillon nga lartë poshta, është vertikalisht, nuk është horizontalisht. Dhe për ta mbyllur këta, se po kalem të pjesa tjetër, Alban stop, jam 100% me vertikale. Do të thosha një fjalë shumë të bukur, po do bësh pishmën. Që mund t'ju ndihmoj në fushën e pasurimit. Pa tjetër. Banka Credins, banka më e mirë që duam ne. Po, që ruan pasurit tua, ja? Po, sepse ajo flet gjuhën tonë. Ka vite që na shoqëron në rrugtimin tonë të përbashkët, është e jona dhe ne e duam bankën Credis. Duhet i besojmë gjërave tona. Unë mendova se do na jepin një kafe nam, ona bëj vërtet pasur. Dhe më njëherë takohemi. Mendova se na jepin kafe nam, ona bëj vërtet të pasur. Direkt, nuk do ikësh nga këtë studio. Do pish kafen pa i. Do shihemi pas pak në ndeshjen Bardazi, mos u largoni sepse jemi këtu, po ju presim. Ndeshja është tmerr fare.